Për festat e Pashkëve vendosëm të kalonin disa ditë të bukura si familje në një nga vendet më mahnitse të Gjermanisë. I vendosur në zemër të Alpeve bavareze, Königssee njihet si një nga liçenet më të pastra dhe më të bukura në Evropë. Uji i tij kristalt i kthjellët pasqyron malet përreth, duke krijuar një pamje që duket sikur ka dalë nga një kartolinë. Rruga jon deri këtu zgjati rreth 3 orë, por çdo kilometër ia vleti. Sa më shumë afroheshim, aq më shumë spektakolare bëhej natyra përreth. Ajri i pastër malor, pyjet e gjelbërta dhe majat madhështore krijonin një atmosferë qetësie që të bëte të harrosh ritmin e përditshëm. Königssee është pjesë e parkut kombëtar alpin në Gjermani. Për ne kjo ishte më shumë se sa një udhëtim, ishte një mundësi për të kaluar kohë cilësore si familje, për të krijuar kujtime të bukura. Shpresojmë që dhe ju të shihoni pamjen magjike të Alpeve bavareze tek mbërrini në Königssee dhe të ndjeni sikur po udhëtoni bashkë me ne. Mirë se erdhët në videon më saktë me pjesën numër 2 ndjavës Pashkëve në Schopenhausen. Sot është dita që ne do ikim tek Königssee. Ne do kënaqemi shumë sepse kemi dhe një xhiro me vark përgjatë liçenit dhe një aventurë shumë e bukur, kështu që zi pres që t'ju tregoj, ndaj me ju edhe pamjet e mrekullueshme sepse kush e di ose kush e ka parë është një nga bukuritë që ndodhen në Gjermani. Tani ne jemi tek makina e Shantos, a janë po flek, kurse Kazo dhe Shanto po qetësohen pak, do marrin diçka për të pirë, kurse unë jam në makinë po i pres. Koha sot nuk është shumë e mirë, koha është shumë e vrenjtur. Kam përshtypjen tek barka do jetë goxha ftohtë. Ju mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin ose zilën e vogël të njoftimeve që në momentin kur hedh video të reja të njoftoheni për të gjitha ato. Do shihemi sërish në një pjesë tjetër. Zi pres që ta ndaj me ju këtë pjesë bukurie dhe sigurisht si do shkojë itinerari i të gjithë ditës. Një nga shoqëria jon ka lindur së fundmi, një çun të vogël. Kemi qenë shok, domethënë që kur kemi qenë studentojnë këtu në Münih. Tani është një muaj e gjysmë dhe blem diçka edhe për atë, sepse fatkeqësisht dyqani ishte mbyllur dje dhe nuk mund të blejmë diçka paraprakisht kur i takuam. Që i blem sot. Ti tregoj çfarë kemi bler. Këto janë çfarë kemi bler për pepushin e vogël. Është kushorja, paliceta ose badi me mëng të gjata, pantallona të gjata po me dinosar që bën meçi bashkë. Mendova që ti merrja këtë librin se normalisht bëj pa të dëgjojnë në këtë moshë sigurisht, kështu që është në gjermanisht. Dhe Kazo donte që ti merrte edhe këtë makinën se tha ka goxha ngjyra, që se ka ngjyra bebi edhe mund t'i dalloj pak a shumë. Ti e shohim pjesën e bardëzisë, se si bab çuni Ajani ka goxha makina, kështu që nuk donte ta linte as bebushin tjetër të vogël pas një lloj gjëje. Këto janë gjërat që ne lem sot për dhuratë për bebin dhe do e takojmë pas shëtitjes tonë. Shihemi së shpejti në një pjesë tjetër. Gjatë gjithë rrugës jemi shoqëruar nga bukuritë e Alpeve bavareze që ishin madhështore. Pamja ishte papërshkrueshme dhe çdo përpëlitje sysh të sillte një panoramë tjetër të Alpeve në kënde të ndryshme. Pamje që dëshiroja shumë që të mos i prija që të shikoni edhe ju. Dhe më në fund, pas 3 orësh udhëtim, mbërritëm në parkingun e liçenit Königssee. Këtu është edhe një market i vogël që mund blesh suvenir. Ja, mama, kam. Yes. Në anën tjetër të parkingut ishte padonalja e vogël e liçenit që ofronte shumë suvenire të bukura, tipike të zonës dhe ushqime të shpejta. Ki baba? Me €1 mund të shohim se si këtë gjaxhi pret drurin. And then you can have it as a stamp. This is your the souvenir. Yeah, then we can have this. This is the best. Edhe kjo është super suvenir, sepse është dru original. Me €1 e ke të stampuar, kështu që është super. Kioska e vogël e suvenirëve të drurit të jep një ndjesi shumë të bukur, sidomos tek unë, që jam rritur mes drurit, pasi babai dhe xhaxhai im kanë punishtën e tyre të punimeve të drurit dhe jam rritur me erën e tallashit dhe të trupave të mëdha të drurit. Por entuziazmi i Ajanit ishte gjithashtu i madh, sepse shikonte interesante faktin që fusi e monedhën dhe të nxirrte dhuratën e vogël të stampuar për druri. Dhe në fund ja vuri emrin suvenirit Mani. Let's go, Mama. HP! Yay!
Show mama a little bit what is there. Show. Po me shtreci mamës. Dhe këtu, vetëm 2 euro mund të printohet leku, domethënë në bazë të vendodhjeve. Dhe kjo është fiksi pedonalja ose rruga e Krujës. Gjatë udhëtimeve tona, Ajani është një udhëtar më vete që e shijon ecjen e pavarësi, derisa vjen momenti që kërkon mamin dhe babin. Tipike e zonës ishte ora me zog, është ora tradicionale që varet në mur dhe në çdo orë ose gjysmore del zogu i vogël nga dera dhe bën tingullin kuku. Këto tipe oresh janë të njohura specifikisht në rajonin e Black Forest në Gjermani. Dhe ja liçeni që na mikpret me këtë pamje të mrekullueshme. Shtëpitë e vogla ishin të varkave që udhtonin nga një cep te tjetri i liçenit. Në këto shtëpiza të vogla parkoheshin varkat në momente pushimi. Liçeni ishte rrethuar nga male të mbuluara në majet e tyre akoma me pëlhurën e dëborës. Ku ka ujë dhe daku, domethënë rosa, nuk ka gjë që Ajanin ta ndalojë. Durimi i birit u sos, se rosat nuk po e vinin. Ai sa donte të shkonte më afër rosave, tek ato po qetësoheshin. Dhe nuk e di nëse ju ndodh dhe ju mamave që kur shihni babë dhe birë bashkë të klozin, qeshin dhe kënaqen me njëri tjetrin, mendoni se keni bërë gjën më të bukur në jetë dhe s'ka lumturi më të madhe. Dhe më në fund varka jon erdhi, ishte varka e fundit për atë ditë dhe ishte i mbushur. Ajani me zepriste të futej brenda. Udhëtimi deri tek salet, nga ku mund të ecësh drejt Oberze, fajti ardhje për të rritur kushton 29.8 euro. Dhe kozgjatja në një drejtim është rreth 55 dhe në 60 minuta. Kjo është rruga më e plotë dhe më e bukur për turistët. Kurse për fëmijë deri në moshën 5 vjeç është falas, për fëmijë 6 deri në 17 vjeç është 50% zbritje. Ania is going now. Dhe për fatin tonë të mirë, arritën të zinin një pozicion shumë të mirë në varg, ku Ajani mundi të shijonte ujin pak më afër pa pengesa. Ajani ishte shumë kurioz se ku po shkonte varka dhe mami po i shpjegonte që po kthehej për të filluar udhëtimin. Një nga kuriozitetet interesante të Koenigsee është se shumë vizitorë thonë se silueta e malit ngjan me profilin e një gruaje të shtrirë. Gjatë lundrimit, kapiteni zakonisht ndalon varkën pranë murit shkëmbor dhe luan një tromb, flugelhorn. Jauna kthehet disa herë nga malet përreth dhe është një nga momentet më të famshme të vizitës në Koenigsee. Pas momentit të trompetës, patëm mundësinë të rrinin disa minuta më shumë për të shijuar pamjen e maleve që na kishin rrethuar. Një pamje që të linte pa frym. Reflektimi i tyre në ujin e kristal të liçenit më kujtonte lumin e shalës që i përngjan shumë të gjithë udhëtimit me varg. Dhe këtu kupton se me fat jemi në shqiptarë do kemi bukurinë natyrore të pamata në Shqipëri, që i vlerësojmë shumë pak dhe i marrim si të mërqëna. Gjatë lundrimit u informuam se disa grumbuj drerësh po rrinin tokë së bashku, edhe pse në një distancë shumë të lartë nga varka jon, kishim mundësinë që të shihnim. Në disa momente duket sikur je i rrethuar nga heshtje absolute, vetëm era e lehtë dhe rrshqitja e ujit dëgjohen. Dhe pastaj në një moment të papritur shfaqet kisha e Shën Bartolomeos, vendosur një gadishull të vogël me kupolat e saj të kuqe që kontrastojnë bukur me të gjelbrën e maleve dhe blun e liçenit. Ka varka pamja është si një kartolin që merrihet, kisha duket e vogël dhe e përulur përballë madhështisë së natyrës, por në të njëjtën kohë shumë e veçantë dhe paqësore.
Kur varka afrohej, gjithçka bëhet edhe më magjike, uji bëhet më i qetë, malet më të afërta dhe kisha duket sikur të fton të ndalosh kohën për një moment. Është një ndjesi që nuk përshkruhet lehtë, një përzierje qetësie, admirimi dhe një lloj respekti për bukurinë e pastër të natyrës. Në atë çast kupton pse Koenigsee konsiderohet një nga vendet më të bukura në Gjermani. Do të mbërritur filluan pikat e para të shiut, por që nuk na ndaluan që të eksploronim të gjithë pjesën e Oberzeit. Deri në destinacionin final, që ishte fundi i liçenit, duhet të ecnim 20 minuta më shumë. Rruga përfshinte ecje në mes të një pylli ku pemët ishin shumë të larta dhe madhështore. Aq sa kur ngrihej kokën të dukeshin si ku pemët nuk kishin fund dhe po përshkronin qiellin. Dhe pas një ecje të gjatë, mbërritëm në pamjen finale. Dhe pasi shijuam edhe këtë pamje për disa minuta, ishte koha që të ktheheshim pas, sepse ishte varka e fundit e kthimit. Koha për të kthyer. Në ecjen e kthimit kishim pak më shumë kohë për të eksploruar suveniret e ndryshëm. Të cilat ishin ato tipike dhe të madhësive të ndryshme. Sigurisht nuk mund të largohesha pa një suvenir të vogël edhe për birin, kur të rritet dhe t'ja tregoj, të mund të kem edhe një histori të bukur për të ndarë me të. Tani është koha për të larguar. Tani është orari për të ngrënë dhe pastaj do nisemi për në shtëpi. Ne bëm dalesën tjetër tek një nga stacionet e karburantit këtu në Austri. Dhe këtu siç e shihni mbas meje, I8 është 1.76 të 1.77, që krahasuar me Gjermaninë, Gjermania tani është 2.25 mos gaboj, kështu që është goxha diferencë. Anto shoqja jon ndaloi për të mbushur karburantin për të përfituar pa nga pjesa e çmimit, pse jo. Unë I thash që si shqiptarët, nëse mund të mbushim ndonjë shishe apo jo, por kazo ka pak jo siklet, po zbesa se do mund të bëhet, por që pse jo mos pyesim. Dhe edhe ne të përfitojmë pak. Dalesa tjetër do jetë tek shoqëria jonë që do japim rrobat e bebushit dhe më pas në shtëpi. Mundojmë ta mbyll tani këtë video dhe ne do të shihemi sërish në dalesën tjetër, në pjesën tjetër që është një udhtim tjetër, që ne do shihemi sërish bashkë. Paçim.